ujë në nxehtë, avull i brenda, pak tym, me këtë tymin do kondensohen pikat e avullit. Këtu vendosim akull që avullit e nxehtë që ngrihen sipër të ftohen dhe të kondensohen dhe të kthehen në re. Tashti, si të shohim, këtu fillojnë që bien poshtë disa shtollunga tymi. Ja. Ret. Ato janë ret. Edhe u mush komplet me re. Tash, se tymi nuk ishte kaq tym. Tymi kishte shumë pak, por tash kjo u mush me re komplet. U kondensu komplet gjithë. Ja ta heqim. Pa kavullin. Që sa re u bo, se s'ishte kaq tym. Okej. Ja. Provojmë prap. Si formon ret. Si u vesh me re prap. Këto janë kondensimet, rrymat, kjo është ai shiu. Ajo reja lun rolin e shiut. Avulli ngrihet sipër, uji i nxehtë, takon kapakun e ftohtë, kondensohet edhe bie në formë tymi dhe tash fillon të vishet, duket që ulet poshtë. Dhe ku formohet dhe reja në kavanos. Siç e pam, këtu në kavanos ne formuam ret. Domethënë, reja formohet kur avujt ngrihen nga toka, shkojnë sipër, ftohen sipër, rallohet, bie presioni dhe ato kondensohen.